Edhe skenografisë besa. Kështu që gati sa nuk dallohesha prej luleve të tjera në studio. Arber, faleminderit shumë, një hyrje shumë e lezetshme. Shumë faleminderit. Një këngë me tekst të fuqishëm, ha? Okej, shpresoj që ke mirë edhe juve me po këtë energji e cila uroj të na mbaj deri në fund dhe pse jo të shkoj duke u rit. Në vazhdim unë do të bëj një prezantim për të ftuarën time, e cila në fakt është vështirë të përmblidhet në kaq pak fjalë, sepse ajo është një grua e jashtëzakonshme, është një nën, një gjyshe, por mbi të gjitha është një grua që ku nuk u dorëzua, as me betejën më të vështirë që kishte në jetën e saj, në luftën për të mposhtur kancerin në pankreas. 18 orë të plota ju desh që të zgjaste operimi i saj, por që fatmirësisht ajo sot vjen këtu për të qenë një kurajo për të gjitha zonja tjera, ashtu si që bën edhe përmes iniciativës që ka marrë nga shoqata Gratë Burnesha. Le ta mirëpresim zonjën Luljeta Tejeci. Përshëndetje, zonja Luljeta. Shumë kënaqësi t'ju pres, faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi që të kam këtu. Hajde rahatohemi pak bashk. Kjo është këndi për ty. Faleminderit shumë dhe njëherë që je këtu me mua, po u flisja pak shikuesve për ju. Ani pse, në minutat në vazhdim, neve do të rrëfejmë më tepër për historinë tënde, por le ta nisi në fillim të pyes pak për ditët e tua. Si janë sot, si janë këto aktivitetet e tua gjatë periudhës së fundit, për shembull, si është një ditë e ytja? Dita jema është aktive. Una e kemi shoqatën Gratë Burnesha, kështu që mirë na me shoqat, me shoqet te, kemi aktivitetet, kemi aktivitetet të ndryshme të cilat juve ju bashkojnë edhe ju marrin kretat energji, po besoj. Flasim pak edhe për shoqatën, më trego pak sa gra janë pjesë e shoqatës, sa ka ndonjë lloj mënyre të antarësimit, apo ka vazhdimisht edhe gra të reja të cilat i bashkohen iniciativës tuaj edhe së bashku jeni edhe shndruheni një motiv për të tjerat. Shoqata jonë është me 32 anëtarë prej tetorit, po ditët çdo ditë lajmërohen. Nuk gjetë veten të gëzueshëm, është një jedhnim. Se shumë sfidat janë përhapjet e kancerit, kështu që çdo javë, çdo muaj kemi shtesë. Ka të reja. Kjo që është një shifër shqetësuese dhe i di që numri i të prekurave në këtë rast është çdo herë në rritje. E di që ju bile si përcjellni edhe gjatë trajtimeve të tyre, pra jeni vazhdimisht afër tyre. Ka ndonjë rast që ndoshta mund të ma shkoqitni së fundit ku e keni fokusin aktualisht ose të ndonjë rezultati më të mirë, më pozitiv që mund të ketë pasur ndonjëherë nga zonjat? Po, më falni. Kam shumë rezultate edhe tek, po para një jave isha me shoqën time në trajtim në Turqi, kështu që një javë e bonëm krejt trajtimet e duna prap të shkoj shtunën, se kogja është në gjendje vështirë. A ta bën kjo më të vështirë edhe ty personalisht kur e njeh nga afër diko? Shumë jam e ndihshëm, se jeta jeme ka qenë shumë e vështirë, jam nga mbjetuar me kancer në pankreas, që shërimi nuk ka pas, kështu që çdo prejke më preket mbas boti mu. Une mjekët i afroj shoqet e mia, mandje mas pare une e kuptesh ka kanë shoqet. Kështu që do njerë smut dhe mi u shfat shoqët, që s'kam dollë analizat mirë, fa mirë që po presim rezultatin nesër më tek, është vështirë. Shumë vështirë me u akumtu pra lajmin, me u akumtu. Po, shumë, i misharu familjarëve tek, është shumë kogja e vështirë. Sigurisht mund të ketë pasur edhe raste nga më të ndryshmet, ndoshta a ka ndonjë prej zonjave në këtë rast që ndoshta nuk e ka pasur dikë më të afër dhe vetëm mbështetje dhe vetëm familje, po them këtë rast, keni qenë ju dhe gjitha zonja tjera në shoqatë? Kështu raste i kam 25 shoqe. 25? Prej familjeve kam qenë une.
Se unë ku shkoj në kontroll, i marri nga 6 shoqe me vetje, kështu që familja më e ngushtë jam aty. Çdo informat unë e duna mi tregu familjarëve, shoqeve. Kështu është puna shumë e vështirë, po meni dikun jam kënaqësi që shoqet po trajton, po kemi shërimet. Që s'po munden shërimet në Kosovë, po gjejmë shërimet. Gjenden jashtë vendit. Jashtë vendit, edhe jemi duke u shëru në spitalin e shtetit. E nuk po na kushton shumë kogja që janë duke u kushtu në Kosovë. Po, rastet ku nevojitet edhe ndonjë përkrahje financiare, ose nëse janë shumë të papërballueshme për familjarët, keni pasur edhe iniciativat të tilla që ndoshta sa do pak u kanë bo me undi mirë kur keni grumbullu edhe mjete financiare për ta kryer një Po, muajin Ramazan, na gratë e shoqatës, themeluese e shoqatës, bashkë erdhën vendimin të mbledhim fonde, është muaji Ramazan, të na mbështetin në shoqatën Gratë Burnesha, kështu që na dhanë mbështetje për 2 shoqe. Para një jave e patëm një shoqe që e trajtum. Po besoj me qëta të holla, do t'i trajtom edhe në qeshon një shoqe tjetër. Kjo është një përkraje për familjarët e vetë, se kemi shoqe që është vetëm burri vetë, është duke punu. A mi shkollu fëmit, a mi shëru shoqen. Kjo smundje është shumë e gjatë. E kështu që na erdhën në vendim edhe mbështjetën pre familjarëve, pre afërmet të Prizrenit, e bonëm fondën për 2 shoqe. Besoj që... Unë uroj shumë që edhe tani në këto momente, përderisa po flasim, të ju lajmërohen shumë njerëz të cilët e kanë një zemërgjërsi edhe janë të gatshëm të... Po, ju lusi krejt shqiptar në Kosovë edhe mërgjimtar, që na jepin mbështjetjen në shoqatën Gratë Burnesha, se motrat, nonat kanë nevojë për një trajtim, për një kontroll jashtë vendit. Dhe, si që e thatë edhe ju më herët, një sëmundje si kjo, juve e keni përjetuar. Pra e dini më së miri se në për çka kalon, qoftë nga ana fizike, por edhe ajo psikologjike që është akoma më e rëndësishme besoj në situatat të tilla, pra si ta përmbledhësh vetën, njerëzit përreth. Ju personalisht, Zonja Luljeta, kishit pasur ndonjë simptom në fillim, apo si e kuptua që mund t'jeni prekur, ose që diçka nuk po shkon me shëndetin tuaj? Para 6 muaje, e hupa nënën. Mas 6 muaje fillova dobësimi i trupin, lodhje, tek, shumë shpesh lodhin e kuptojsha. Me njerë u lajmërova të mjeku. Analizat e bonëm, analizat shumë mirë më dullën, tek. E bom një e vrejtën që gurt njës i kam. Ata operova në gurt njës. Gjatë operimit, e vrejtën që është kancerin në pankreas, incizime magnetife, kreti kam bo, po asë njoni s'ka mujtë me kuptu që është kancerin në pankreas. Gjatë operimit, e kam vrejtë që është kancerin në pankreas. Gjitha këto kontrole ju keni kryer në Kosovë? Kosovë, po. Po. Po, gjatë operimit, e vrejtën që është në kancerin në pankreas. Para operacionit, nuk e kam vrejtë që është kancerin, në gurtë njës. Dhe ju kumtua kjo me njëherë pas këti operimi. Cilat ishin mendimet e tua të para, pra se është një habi kur ti bën të gjitha kontrolet edhe i futesh një operimi për diçka tjetër dhe tek atëherë kupton një diagnozë të re, ta themi. Diagnozën nuk e kam kuptu. Familjarët e kanë majtë fshet. Për sa kohë? Derisa jam trajtu operacionin e dytë në Turqi. Çka të thonin ata? Të ishin është gurtë njës, po një gurtë ka në organe tjere, dështë. është në problematik e duhet mu trajtur jashtë Kosovës. Të shkon të mendja diku? Kisha besim të familjar që më tregon të drejtat. Kër shkum në Turki, e rapar, isha me një drenash
edhe isha në pesh 47 kg. Hinëm, analizat i vrejti, doktori, tha prej fillimi duhet analizat i bëjmë. Dhe analizat fillun, u trajtova një 3 javë në spital, mas 3 javë, më tha shko në Kosovë, qëndrom afër fëmijëve, familjarëve, nejta 10 ditë në Kosovë, mas Kosovë, mora ultimin prapë në Turqi, atje më prike operacioni më të vështirë, operacioni vipëll. E disha që operacioni nuk ka pështim, e disha që çdo sen do t'jetë e fundit. A kishe ndonjë... Pra, pas gjithë kësaj që është shumë e rëndë për të dëgjuar edhe përjetuar, edhe me familjen afër, me fëmijët, si ishte raporti yt me ta në ato ditë? Sa mundueshe, sepse më kanë thënë që ti ke kërkuar edhe vetë të shkoje me këmbët e tua deri tek salla. Pra duket se ke qenë ti ajo që ke marrë frenat në dorë edhe në këtë rast duket sikur ti ke qenë më e forta nga të gjithë. Është e vërtet. Ma dha një fuqi Perëndia, të jem të fort para të gjithë, para fëmijëve, para nipave, para familjarëve të ngushtë. E mora atë forcimin, edhe bona hapat. Mjek erdhen me marë për... Nuk e pranova, thash me komët e mia, e disha që është hecja jeme e fundit, çdo sent fund. Po, i falenderoj, vështirëtjen, buzëqeshen, erdha deri në këtë momentet. Deri në këtë moment. Kujtohet diçka nga bisedat tua me fëmijët, me dikën nga familja, ndonjë fjalë që të ka ngel edhe sot mendje, para se të futesh në sallë? Ishin ditët shumë të vështira. Djalin e pata i kam të 3 fëmijë. Vajzën e kam të rritur, djalin Arisën e kam të rritur, Ajberkin e pata mas 12 vjetë, ishin në moshën 13 vjeçare. Moshë shumë delikate, po ashtu, a? Edhe më tërheki, thë, mami, është e vërtet që e ki një smundje që nuk ka shërim. E mora një forcë, e përqava, i thash me mamin, shërim ka, po durin duhet të keni, se mami do të shërohet. Është e vërtet, shërimin e mora, po 2 vjetë, koxa lodhje ka qenë. Të vështira shumë. Vështira shumë. Sidomos kur futet në mes edhe malli edhe koha e gjatë pa u parë me familjarë. Sa kohë ishte kjo? 2 vjetë. 2 vjetë. 2 vjetë, ka qenë me operacioni koxa. Orte gjata, mas operacioni, vedia tek, është procedura e shumë e gatë. Sidomos në një operim të tillë, 14 Shumë të vjetor. operime, isha natë në gjendje që s'mujqa me ditë në cilën botja. Me 12 drenazha, me oksigena, me krejt. Mandej erdhen një të familjes, dur të lidhme, kom të lidhura. Se isha në cilën bot jam, u afro një motër, e pyta, tash motër në cilën bot jam. Në atë gjendje njëri. Motëra më sqaroj që operacioni më ka kalur shumë mirë tek, e dush durim. 3 ditë qëndrova në dhomën intensiv, mas dhomës intensiv, kalova në dhomën normale, me 12 drenazhe, në peshën 47 kg, tek mjekimi ka qenë fantazi, shumë kujdesi ka pas, shumë rëndësi. Mjekët duket sikur edhe u lidhen edhe shumë shpirtërisht me ju si paciente, gati se nuk u konsideronin të tillë. Një nga ta, biles kishte treguar që ka parë një ëndër gjë që si kishte ndodhur asnjëherë në karrierën e tij. Çka të tha? Erën e parë kur u trajtuam në Turqi, isha me në kolicë, me një drenazh, familjarë rreth.
është duke arë nga soda e gjatë mjeku. Më këqyrë kemë në balë, syve, thësha mu s'kam haru diçka më ka ra, dejka dhe. Erë koha të hinë të mjeku. Unë vi nga Prizreni, doktori vjen nga Anglia. Tha, pa 500 pacienteve, kur s'm ka ndodhë kjo? Ta natë, ftyra jote ka qenë ndurë të mija. Qenke i dashur i Zotit, që kjo operacion çka do të ndodhë me sukses. I pata të rrethume, fillun më qanë, është e vërtet që kanë mami, halla, bashkëshorte, është humanitar. Edhe buzëqeshe gjithmonë për jetë e kam pas. Kur ishte, zënja Luleta, i momenti më kyç, do thoja unë, që e ndjeve dhe nga brenda që një dritë e madhe, po vjen drejteje, dhe kjo buzëqeshja edhe forca jote ja ka vlejt. Kur ishte ky moment dhe më thuaj si e sot, a vazhdon të kesh akoma në një trajtim, në çfarë gjendje je? Pra ka diçka që ka ndryshuar në rutinë? Unë trajtimet të rregullta dhe jam zgjedh pacientja më e disiplinume. Të lumt. Para 6 vjetë, Luleta Tesi Krasniqi, pa 500 paciente, e shenova emrin tam, dhe ishte një kënaqësi, sikur një flamurën e Kosovës, e përfatsoj. Ka pas shumë raste, kepjet, pëzgjalli, rastet shumë të rënda, që më dhimshin, po unë e zani mos ma ndërgjaj, se këtu jam një flamur, pas mehe duhet mu njerës të vinë, të kem një përfaqësim të mirë edhe po. Edhe në ato momente mendoje për këto gjëra? Po, është e vërtet. Mendojsha që të lëj mbrapa një buzëqeshje, të janë të kënaqur nga pacientët e Kosovës, që këqyre Luleta është e durueshëm, kushdo që do të vjen, është ashtu. Zënja Luleta, jemi një gur i çmuar, që jam shumë e bindur që gjithë familja ndihen shumë krenar, dhe më së shumë ti, besoj pajtohesh tu me mua, janë nipat që e ka një gjyshe kështu për mrekulli. Sa po kalon kohë me ta? Sa të kanë dhënë ata dashuri? Se besoj gjithë gjyshet nuk i kursejnë fjallët kur vjen puna te nipat e mbesat. Valla, shëndetin që jam t'i falenderoj familjarët edhe nipave. Atëre e pata nipin shumë të vogël, kaonin, shumë përkraje ka pas. Një grotësi, një buzëqeshje, mesha shumë. Veç që lutësha Zotin ditë për ditë, të jem pranë nipave. Edhe ashtu po m'ndodh që jam endej, e rrethu me nipa, kënaqësia për një gjyshe është shumë. Jam me fat që jam gjyshe non e rrethume me dashni, me buzëqeshje edhe me përkrahje. Dhe mua më vjen shumë mirë për këtë dhe uroj shumë që ti përcjellësh, siç thotë edhe populli, derisa të bëhen pleq me mjekër, a? Është e vërtetë. Dhe ti jesh pranë tyre në çdo hap, në çdo sukses, sepse gjyshet këtë e kanë dhe normalisht që ngrohtësia atyre nuk mund të zaventohet. Me që jam krejt në fund, dua patjetër të kthehem edhe një herë tek, ndoshta nëse mund të më përmendësh ndonjë nga aktivitetet aktualisht që jeni duke i zhvilluar përmes shoqatës Gratë Burrnesha. Pra çka keni si ose në të ardhmen ose në planifikim që juve jeni duke punuar fort me shoqet? Me shoqet do të kemi trajtimet dhe përkrahje shumë do të kemi, psikologjike, prej profesorëve të shëndetit, të japim emociale, mbështetje, edhe aktivitete shumë të do të kemi. Besoj që do t'ja dalim, edhe është themelimi i shoqatës është t'i japim që kanceri ka shërim.
Se çdo thënë smundja e kancerit nuk është fund, po ka shërim. Vetëm duhet durim. E këta shoqet e shoqatës japin shumë përkraje, japin njërin tjetrin, dalim, aktohemi, për ne është kënaqësia më e madhe. Të jemi pranë shoqeve, të japim përkraje, buzëqeshje, nëse na ka ndodhur mu, edhe njëjtën shoqës, me familjar nuk mundesh mu shpreh. Po, se gjithmonë është ai halli, mos ta mërzis, mos ta... Edhe nuk e din hatallin, e kështu që na kretimi njëjtën. Mu më ka ndodhur, që të më përdore, që kjo duhet, mas një javë që kjo kalon, është e vërtet, kështu është synimi i shoqatës. Dhe, si që po thoja, duke të pasur ty në krye, jam e bindur që kjo durimi dhe pozitiviteti si dy nga elementet më të rëndësishme për të kaluar çdo sfidë edhe këto të shëndetit, sigurisht përpos pjesës mjekësore dhe trajtimeve të nevojshme. Jam e bindur që ato janë shumë e fatë që të kam pranë edhe mbështetje me gjithë të iniciativë që ke marrë. Nuk të pyeta për emrin, Gratë Burnesha, një pse nuk do shumë elaborim, po ka qenë ideja yte? Ka qenë dhe ideja e jonë e shoqeve, që Gratë Burnesha në kupton forcën femrore për të potencialit. Se të gjithë gratë e kemi kalu një sfidë shumë të vështirë, ja ku jemi. Sfida që ndoshta edhe burrat më të fortë me muskuj nuk do i kaloni. Është e vërtet. Besoj që titulli Gratë Burnesha, do të kemi suksese, mbështetje do të kemi, hapat që do të bëjmë të sigurta. Dhe unë, çka mundem të them nga ky pozicion që jam, të siguroj që një nga mbështetjet që ka të bëj me komunikimin tuaj me publikun, me masën, për çfarë do që keni nevojë, gjithmonë do ta keni derën hapur. Ju faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën, shumë faleminderit. Me që unë po përcjell zonjën Luljeta, e juve po ju lë me marketingun, ju pres pas pak.